Doktor, a ndëgjoni muzikë? Po. Shumë? Çfarë zhanri muzikës ju Po pëlqen? jo shumë, po ndëgjoj muzikë. Dëgjon muzikë. Muzikë popullore, muzikë. Po, një psikiatër në politikë, a e ka vendin, doktor? Pyetje interesante. Po dëgjoj, nëse e shef këtë skenën tonë politike, nëse e shef parlamentin e Kosovës, çfarë mendon? A ka nevojë aty për psikiatër ajo? Nëse s'u të me folë, pendylle, unë s'kam të drejtë me folë, fjala është për ju, doktor, vazhdoni, jeni specialist i fushës. Unë mendoj që është fatkeqësi që mjeku mu detyru mu marrë me politikë. Do thonë është fatkeqësi mas parit për kohën që e shpenzon, edhe që kohë që ishtë dasht me e shfrytzu ma tepër për atë për çka e përgatitur, por qëllimi im që jam angazhu. Cili është roli juaj në vetëvendosje, doktor? Në realitet, pyetja kështu më konkrete dhe direkte. Unë në vetëvendosje udhëheqi këtë sektorin e shëndetësisë, Komiteti për Shëndetësi që quhet, edhe është një grup i mjekëve me cilët na punojmë për politika shëndetësore, për analizën e situatës. Po jemi. Jeni kogja? Kogja, po. Edhe tash në roli i psikiatrit që the, unë mendoj që ka nevojë për psikiatër në politikën e Kosovës. Sigurisht. Bile kisha pas dëshirë që në gjitha subjektet politike me pas ndonjë psikiatër, edhe në parlamentin e Kosovës, edhe ndoshta kishim ndiku pak. Edhe në krejt partit politike besa. Ndoshta kishim mujt me ndiku pak që me qetësu që to emocione që nga njëherë po i kanë edhe njerëzit të pakontrolluara, siç jemi dëshmitarë të gjithë. Pra, e mirave kishtë qenë që mjekët me u marrë me punë të tyre, por konsideroj që ata mjekët e cilët dohen me të vërtetë që të ndihmojnë këtij vendi që një pjesë të kohës të tyre ta ndajnë që me ndihmu që ta ndryshojmë këtë vend. Mendoj se edhe qëndrimi kështu indiferent i shumë njerëzve që të mos angazhimit pak me ndryshu këtë jetën tonë politike nuk është në rregull, se nuk konsideroj që vjen dikush prej jashtë me rregullu këtë vend nëse na vetë nuk mobilizohemi secili në fushën e vet me dhënë maksimumin, natyrisht duke bashkëpunuar me të gjithë, pa marrë parasysh në subjekte politike për me bënë një ndryshim këtë vend. Pra, askush nuk do të vjen këtu me rregullu nëse na vetë nuk duam. Sigurisht dhe kjo nuk diskutohet, po. Akoma s'kemi vendosur, akoma jemi ka presim që... Ende po qalojmë, në këtë drejtim. Doktor, a është dikush prej politikanëve që ka shpreh dëshirën vullnetarisht ashtu me ardhur një psikolog, apo hezitojnë me ardhë se ajo që e thatë më herët ka nevojë edhe politikanët për psikolog. A e ka bu dikush një hap të tilla apo jo? Dëgjom, zakoni ata që i lajmë, ta nxjerrim në lajm, doktor, s'po flasim me emra. Ja, me emra asesi. Po ata që me të vërtet kanë nevojë shumë që unë i vrej kështu në jetën publike nuk vinë, ata që kanë shumë nevojë. Ka asi. Po vinë njerëz, domethënë të gjitha fushave vinë, fatmirësisht edhe vinë konsultohen edhe, domethënë, përfitojnë për atyre gjërave. E keqja në Kosovë, ndoshta që kish më ndiku pozitivisht e krejt është se edhe njerëzit që janë në fytyra publike flas të gjitha fushave, jo vetëm të politikës, hezitojnë që tregojnë që kanë qenë te psikiatri si te psikologu. Kjo për shkak të asaj që biseduam më herët se për shku te psikologu, shkon vetëm njeriu i rënd, që nuk është ashtu. Akoma te disa njerëz para pranojnë me pas kancer se sa më i thonë që ke problem psiqik, që unë mendoj që është sikur të gjitha probleme tjera shëndetësore. Pra, ata të cilët përfitojnë prej kësaj pune, prej shërbimit tonë që kemi si psikiatër dhe psikolog, nuk e bojnë publike për hir të stigmatizimit. A do të ishte shumë e dobishme që njerëzit të tjerë të mos hezitojnë ose të mos vuajnë me një problem i cili mund të zgjidhet me një profesionist në 2-3 seanca të bisedës medikale. Se secili njeri ka nevojë. Absolutisht. Jemi bindur që ka nevojë. Po sigurisht. Unë kam nevojë dhe unë konsultohem për vetveten. Po një me doktor. Do të thonë unë shkoj rregullisht në trajnime në seanca do të thonë një herë në vit shkoj në Wiesbaden, në Akademinë e Wiesbaden, është qendra akademisë botërore po për psikoterapi pozitive. Edhe na i kemi një herë në vit, do të thonë takohemi një javë ditë të gjithë që jemi trajnera në nivelin botëror. Do të thonë bëjmë një 120-150 vjet. Edhe një javë ditë na punojmë intensivisht njëri me tjetrin. Pra, i ndajmë eksperiencat tona, jo vetëm që i kemi me pacient, po eksperiencat tona personale kur punojmë me njerëz që kanë probleme të natyrës psiqike. Se na natyrisht që na afektohemi shumë prej problemeve të njerëzve. Po, sigurisht. Unë mendoj që një prej profesioneve që mas shumtit konsumon është psikiatria. Doktor, në përqindje,
Nëse mund të themi, nëse keni statistika e kom fjallën. Sa i përket kështu smundjeve të quaj psikiatrike në përgjithësi, na nuk dallojmë shumë prej vendeve tjera. Për shembull për skizofreni në aspektin global, diku 1.1% thuhet se smund për skizofrenisë. Po. Për çrregullimive të rënda që janë ato çrregullimet e rënda depresionit dhe bipolare diku 2.6%. Plas. Këtu edhe ne si Kosovë, edhe pse nuk kemi dhënat sakta, nuk dallojmë ose nuk mund të themi që arrit numri i këtyre rasteve. Jemi aty. Aty ku kemi na pas na më shumë probleme janë traumat e luftës, ato që kanë qenë edhe pasojat që tash ne i bartim për shkak të traumave. Rastet që kanë PTSD ose çrregullim të stresit post-traumatik, që është një entitet diagnostik, ka raste që janë aq serioze sa trajtimi i tyre është i përjetshëm. Do të thonë gjithmonë do të kenë nevojë për ndihmën e psikiatrit dhe psikologut. Kemi raste tjera që janë më të lehta, të cilat kalojnë më lehtë. Sa i përket qasjes ndaj psikiatrisë dhe psikologjisë, ne edhe më tutje çalojmë sa i përket vendeve tjera për arsye se njerëzit hezitojnë me shku te psikiatri. Na akoma vazhdojmë që stacioni i parë ose vendi i parë më konsultu të jenë paramedicina ose me qenë se popullata e Kosovës është më tepër e besimit islam, do me thonë hoxhët dhe hoxhallarët e profile tjera. Do të flasim pas pak edhe për këtë temë, doktor. Pra, nga njëherë edhe vonohen me ardha aty ku kanë venin duke bredhur kështu prej të një hoxhë të hoxha tjetër. Sidomos nënat tona kanë nevojë, si me thënë, ndoshta nga mentaliteti, rrethi, rrethanat që është lindë, vujtjet dhe këto, dhe pastaj me kalimin e kohës ose moshës, ka ardhur një periudhë kur ju ka hakmar burrit? Unë kom gjitha radhë, po më nëjë gjithfar lloj përvoje, po secili njeri është i veçantë, ose është një që është unik. Duron deri te një pikë dhe pastaj vjen hakmarrja? A është e rrezikshme kjo, doktor? Nga njëherë ajo hakmarrja, ose ai konflikti, ose ai frustrimi që krijohet brenda nesh, e që e krijon konfliktin që ne e quajmë intrapsiqik, në një figurë të caktuar, ai mundet me qenë baba i dhunshëm, mundet me qenë nana e dhunshme në fëmijën e hershme, mundet me qenë babe alkoolist, i cili vazhdimisht ka ushtruar dhunë në nanën, ose mundet me qenë edhe ma keq, që ka ushtruar dhunë në fëmijën e hershme. Ajo në personalitet lën vrak ta quaj ashtu, ose lën dëmton personalitetin. Dhe ata persona gjatë jetës mund ta shfaqin atë agresivitet ndaj një personi tjetër i cili mund të asocion ose mund të ja rikujtoj një person i cili i ka shkaktuar dhunë gjatë krijimit të personalitetit. Pra mund ta projekton ose ta gjujnë agresivitetin në një figurë tjetër. Do me thonë keni pas edhe keni trajtuar edhe kësi raste. Ose shamu penzon për me qenë ma interesant për këta. E keni pa dikush doket simpatik, dikush nuk doket simpatik. Ose dikush thot me dikon si ta shën shikim parë thumë me qito zbanan. Ose me dikon thot që kjo ka gjakun e ame, letjera tjera që i përdorin në popull. Në fakt është që figurat e ndryshme që ne i shohim na asociojnë me figurat e cilat i kemi ne të introjektuara ose që i kemi brenda vetvetes. E për cilën një formë nuk jemi të vetëdijshëm. Pra është ndërdia e cila del në sipërfaqe përmes simboleve, fotografive ose dukjes së personave të ndryshëm. Për këtë arsye dhe kemi afinitet ndaj disa njerëz ose disa na pëlqejnë, kemi shoqëri, disa si ta shën tavolinë me njerëz që njerëz zban. Do të thonë edhe ajo e ka gjenezën diku. Sigurisht. Për këtë arsye gjatë intervistës që ne ose intervista është e rënë, gjatë një bisede anamnezës, ndoshta? Ose anamnezë që quajmë në mjekësi, por gjatë një bisede të lirë me një person, dal nga dal ne vim deri te problemi ku te bërthama e problemit. Por kjo nuk do të thotë që njerëzit më frigu prej psikiatrit, se psikiatri është i rishë ndihmon. Jo. A di se krijohet një farë një opinion ekziston thotë doktor, ju me njerëz si të mshini ju veç i lexoni. Nuk është ashtu, nuk i lexojmë, po qëllimin e kemi të mirë që jemi ndihmu njerëzit. Atëherë, doktor, në nduart rukitjet e juaja, zonja dhe zotëri, ftoj Tuku Lukat në skenë. Po, e kom hapë në zyrë kënë qendër Prishtinë, po, normal që ka nevoj, që s'ka nevoj këj popull për psikologaj, po ka nevoj politikajt me artë psikologu, po kanë shumë nevoj, shumë. Po, kam pacienta bukur mirë. Mirë, po shka nuk është keqë. A lodhje masovike, lodhja, kumran fije një farë pije energjike, moloko, refresh your mind, po thot, ta freshon mendin, më shiet limonadës shumë e mirë se me të vërtet shumë punë. Hajtë të shimi pim kafe, hajtë mirë pashë, hajtë kalëm mirë qa, tung.
Në të vërtet punë e psikologët, punë e lashme, për çka të bëjë. A je mirë? Mirë, faleminderit ju, a jeni mirë? Ja, po më nej, ja kështu, a je mirë, po a je mirë, a jam të psikologë. Po të psikologë, vishë hajde urdhëroni dhe ullën. Ç'është të psikologë që kam nevojë më ullë. Po normal që e di, ullën. Pasha shpirtin në nësë, bravo të koqë që ti që kam nevoj mujë. Staj, aj katenori jam, aj burë jam, për 1 euro e të më kom, që shtojnë e me ndishkën e merë, në qëtë naftë të bësë, se sa ka të vëjdore, në qëtë naftë të bësë, për në qëtë. Për dorë s'ka lidhje, për mund ma thënë tavolinën. Ja, sta, thej, se ka ka furtë. Rifresho mendjen pak. Mendjen pak rifresho, është mirë shumë. Pije mirë. Gjasë me këshirë prasë me pipje, se koshë i gjithë. E mirë, e zonë. Urdhoni, çka keni ardhur, për çka keni dalë? Alla doktor veç dula harçime, për çka ke ardhur? Doktor, a je mirë? Mirë, po dukesh mirë. Fola kush vit. Je pa më çka për shën sytë e mi. Në sytë tu. Në sytë tu. Peshon një psikolog. Psikolog? E kam ditë. Edhe aty ku marr hash, doktor, edhe aty ku marr hash, krejtë më thonë ti je psikopate. Pasha zoti po, krejtë më thonë. Ja, këtë kuptua. Qishtë tu? Këtë kuptu, së është fjalla psikolog. Unë jam psikolog, unë punoj si psikolog. A jem mirë në kështë? Po, ku ta di unë a jem mirë? A në këtë ditja? Ati e si këta që shkrujnë kështë, dhe më thonë i herën më të kalzu që i kam 2 hollat martu me që atje e burën atje, tani të kishe pja qillën, je me reshtin e nërë prag një diçka, je tani një dera të një hithri, e mas 3 jove hajda 5 një fmi vëgël konë para ditën tajten 2-15. A dhe ti qasia? Jo zonë, jo, veç pak si këni nga të Hajt, vërë që për plak? Unë jam psikolog, një mënyrë këshilltar. Ti vjen dhe më tregon problemet e tua, çka ki qatë brengos dhone mund të këshilloj si t'ja bëj, si t'ja bëj. Veç edhe ty problemet e mija vë t'i kalzuar, pa krejtë me holla i din problemet e mija. Pa rrim, ujtë për kom bejler për jesëm gjyë sa palo dhe në 12 Ama unë nuk jetën me hallë tane, zoj, ku një ditën problemet e tua që jetin kejtë me halla? Për djallë këmë ardhe. Çka ka djalli? Kur gjës të hanë? S'pahan kur gjo? Jo, la, ja, më të vërtet hiç? Hiç, kur gjë së gjëk, hiç, salom, mo, hiç, salom. Arget, hiç, për shut, hiç, kur hiç me doktor si hanë? E pse nuk i hanë, ti thëmë? Kam jable. E po, jable i hanë, po s'ka kam, la, doktor. Zonë, po, kjo nuk është rast për psikologën, kjo është rast social. Pa të qasje, a qysh për me në rast social që si Facebook, a që si Instagram, a që si social? Jo, ato janë rrjete sociale, kjo është rast social. A qasje, doktor, një a i si Facebook, a që rast social, si rast, a qysh të hanjaj? Jo, zonë, nuk është jetë. Një a i doktor, a shtire me kjera në një qëtë, Po shpun pa më shtu ka prish. E ti po grus teme se po ma shti me kesh. Po qa ishtë qërkës ke mazi se sërdaija. Po ma shti me kesh grun, ka pa të ban. Mërë nuk pështi me kesh grun, po na kem të bisedu dhe kjo filloj të Kërë gjali mirë, ku të shti dikush, të nëzirë dikush. Ku të hish vetë, smurët me të nëzirë kërkush. Sa lihi ti do fjallë, kjo prove e për kineze. Kineze, alo që t'ja, ku t'ja, ku Shele për arriba e kive, shele. t'ja për këtyre. Kish pak se jemi ka keq kuptohemi kush jeti më falë se hyne diqu si paren. Kush jam Shpreje une? jam, burri kusht, ja peshe. Burri. Burri, Urdo. Ja. Unë jo morë mas parin qytet jem dollë me të. Po? Po ata do pune për qytet, po e mora ko me veti. Edhe spota ku me loth është, hajtjen që të rritit kryu në punë qytet, e ta që vitë marë. Qa eshi mirë ty që s'po të bëjke lafe për ta hëmë të kryen, që s'ty për ta bëjke si të nimin. Dashnale, sens po vynë mu. Jo, të fartnali, jo më të fartnali, ta më puna, jo. Vish tash pritën nxet jashtë. Ama mos për gjelezën ti pak, Kur gjeleza, kur s'jam Kërë gjeleza. s'far gjelju, kërë s'ka dit për gjelezua. Ja, kom dorë me një kërshi tina. Kërë s'ka dit për gjelezua, qa... Ka vetë si Qëre, ti Tash kom dorë se kjo konë s'but bleshëm hasht me to sane se ke ka po shanë gusht. Tani shok i gusht, i burët është edhe shok i jeti... Këta me musteqe nuk janë fakt makbol shumë. S'janë fakt makbol shumë. Ja, i fakt ka musteqet e mirë. O të shikon që ti nuk mi ti nuk një ka. A që ke nanon ki, nanon ki, a që ke. Qa ple në lakë porë se që ke. A ke he. Nexte. A shkojmë qëtë dikush tjetër se kjo lihe. Falë, veç pak, se jemi ngatru. A keni ardhë te psikologu që keni nevoj, apo keni ardhë me tranu psikologën alo? Ja, na, psikologën e qëtëm tranë.
Edhe tërëm lofshëm. Tërëm lofshëm inshallah përmirësohesh se na unë mendova që të një doktor tjetër jam Mirë, mo, nuk jam nis për te. Ti nuk pas ke lidhje. Pacienti mas por. Çfarë dyrën? Nuk trajtohet pacienti kështu. Pacienti mas por I ulet, nuk thuhet hiç dyrën, nuk thuhet tregëmi problemet e tua. Po mas por I pyetet, a je mirë me shëndet? Si çka ke bodje? Pe deshit nisë gjithçka. E jam në herë problem. Kush jeti me ti kallzu problemet e tua? Urime, çezyra, se ti sot ti je psikologe, ti hajt punë vet. Kan lutë edhe për rektore pas këmbë. Po profesion, a ka profesion më të poshtë në botë? Hajt, Po na, psikolog hajt, po na, punë. na. Po tranojnë më këtu ta çmendin këtunin e vogël të Po pollin. ishte për këtë. Ka më kontrollu. Doktor do të thonë vizitën e fundit që kemi pas pranë java, apo? A ka një muaj për gjumë, do të thonë ke flajt mirë apo? Apo? Vish pak tregon ata ti kush jeti? Una? Psikolog janë? Në psikiatre e kom kryen në Angli. Zagreb. Në Zagreb, apo në Zagreb? Kur e kryve ti në Angli? Para lufte. Para lufte kom kryen. Non djathtë ka kryen në Angli. A kur ti bojna pyetjet na ajo të dytë përgjigjen, Po ja? që shto jena na. Programon jena na. Ben, si e pështuj. Jeni çao bani, ani mirë. Për më I kallzu diçka, kretë ju fryn. Për mas këti I fry përpara se ky bie klarinetit. Që ky lazo. Edhe çaj për resi rrot pak. Doktor, përshëndetje, faleminderit shumë që keni ardhur. Koleg, thuj, koleg. Ja, koleg, çesha më thonë se ky e ka shkollën pak më të madhe. Po, valla. Dy kate ka shkollën. Ganush që shkëm, urim me flakt, o që ka ke bom mirë me t'i ngrej flakt. Mën, që këmoni dashi besoni dashi ma ka pas bistekëm dhe këtë. Atë Jakov. Po ja prejten. Pa. Edhe a një mirë? Mirë, Apo lullni? Ka pak. A jem mirë. Për këtë që së to që pa, a jem mirë. A ka Vaj, daj problem. Koxha rastiron. A? Koxha rastiron. Për shumë I hije në këti mas veshja. Ras specifika ky. Ra, specifik. Se një këti mas veshje? Që aty në këti Edhe psikologun e çrregulloi. Ja, la psikologën e shkon pak. I shkon pak sa ta, që në Na po psikologit mos e ç'kështu që dal. Po. Tonë dalë tjetër ka. Doktor, ku pashas, kallëzëm diçka. Po shpirtin e nëns qysh me ditun e a je mirë as je mirë. Cilat janë simptomat e para? Atë mërë të kulli, lemza, kruhet veshi për mas. Atë haqëkjeri shumë. Ja përkomët që shtu atë haqëkjeri që shpëthet kë, a hinë vit pilot me kërë. Pika shkurta elaborona pak. Po. Njeri normal flet ka dal, njeri normal e ndëgjon ato kur flet. Flasin me ren. Po të që unë e për në gjaj që tash që. Apo kupton, masanej kur a kryen njani fjalën e pyet çka do me pyet. Po nuk vërtet shumë se ja shërdhon veshin. Jo thot këtyne të vjetërve I nderon të vjetrit. Ja u shon venin autobus. Po ne çështu. E unë dhe veta në profesionin tënë se tash të jetë të full pleshnia, bëdem jetë të full. Burra. Unë të përdojnë të latin simptomat. Edhe po shpirt nëse e kom që djallin. E pa ta para dy javë që atjes për kallëzojtën I farë. Që se I frytin veshen hunes diçka. Të vulkanizere ka pas me fryt. E a shkrujtje I tha që le derën 3 herë në pejtetve deri kanon që është 3 herë, tani kur të mshil derën, lagje braven me kamemel. E kur të lag braven me kamemel veshtuj 3 herë piksor ti diçka, tani televizionin këtë të lëshojsh dhe pika syve që Kjo është fatkeqësia kur njerëzit që kanë probleme të shëndetit mendor shkojnë aty ku nuk duhet. Edhe humbin kohë, edhe nuk marrin normal që nuk marrin shërbime adekuate. Ma kur përjes mund gjithë shkëshe. Po, që kjo gjithmonë. Thonë njerëzit thonë inshallah nuk jenë hall se shko gjithkohë. Por unë konsideroj që kur ka njeriu një problem të shëndetit mendor, e ajo është kur ne bijem ndesh me ato që janë norma normale të funksionimit normal të një njeriu, atëherë mas pajt me shku te psikologu ose te psikiatri. Për arsye se nëse vonohemi këtu, atëherë edhe psikiatri edhe psikologu kanë shumë vështirë me gjetë probleme. Me gjetë probleme edhe me zgjidh nuk ka problem, po me zgjidh probleme. A ke vrej këtë ata që ka nevojë nuk vinë. Që kallëzëm apo laj politikanët e te. Këtë ka nevojë për të ky astë nuk shkon. Astë jo mirëse. Me kallëzë. A vin kallëzëm ty be vin. Jo. Se marr 2 mijë në spital me herë, astë jo më në kam mirë. Çashtu. Leci nuk vinë, po ikin edhe në pan rrugë, ikin mos. Ky është gjatë për ta ikun me herë, ku mos ikse. Kim nerve që nxjerr kokër për çepet, ti ke nevojë për çito. Ti për çito. Ti ke nevojë për çit kokër me shku në shtëpi. Nëse I përcjellin vetëm çfarë fjalori përdorin në parlament, besoj se është shumë e qartë që ka aty njerëz që janë raste kështu eklatante për trajtim psikiatrik. Doktor, që shkojna me boni kontroll për dhëm ose për mushkëni ose atë me këshira I ka mushkëni mirë ta që ato rap, fak, mirë kje. Qysh? Fak, anglisht për fak, ose tak, aga da hile më thonë, që edhe fak, shkolli dhe sa I fak bërë mi thi. Tak I bjen drita për të nol. Fak të përsh. A është të doktor? Qashtu. A thamë në parlament kujdes fjalorin?
Kujdes edhe të fjallore, Ani, këto se kur jemi t'i në bëj edhe emision, edhe na e dy, tre shikojnë mujt vet. familjarët, ka familje që kanë edhe fëmijët e përcjellin, kështu që ne duhet me qenë në shembull i mirë. Kanë thonë më s'ja përmend fëmijë shkretën sa shkoj kolsonin, edhe unë kur që nuk thash, po hyjnë të botë madhe. Që më nuk thashën e? Që ma i lëbëria, nije. Edhe fëja, edhe aja, edhe këja janë shkronat alfabetit gjuhës shqipe, a qashtu? Qashtu. Unë veç i bona triat bashkë kur që zbona, e paraqita një dritë që rrëdhët, tak, ose fak, ose mak, ose... U kryu, se përsëret Te është ma. Qa do është ta me thonë, a mu i e marrë të kuptova te, une, veç po. me thonë, po du më qyrë aje mirë. Qashtu, po që jo. Për çfarë? Domethënë, edhe unë shumë e thjesht, as ka nevojë mu rrezatu, as me i bë veti dëm, As as ma kur këshirë Salihin. Veç vjen e ulesh aty edhe bisedojmë, ti bëj disa pyetje. Doktor, Edhe- më falë. Shko me kërë, ej. Aha, A i në këtë doktor? A lës, hajde. a një mirë që shëne erdha. Bëmi që atë pyetje. Apo deshesh? Ja, se s'kena Si a jemi? mirë, doktor. Si ke punë? Mirë. A ke pritu marrë së të Jo unë? hesh, me qef kë marrë pisa bojnë gjashtë, jem quj këm lanë sytë. E erdha. Mirë shumë. Si po e ndje veten? A? Si po e ndje veten? Mirë, kur përfull ma të modhe për një mirë, kur përfull ma të vogël ma pak. Po t'i shka, doktor Gjuli po merë t'i shyrë si me epizoda. Edhe kur përqona që ke kom krejt për mpihet, e kësha panzoni ditë e mi ka është kështë naltë. Kamën, a bëva kja kone... Si vandame me qështë? Si vandome që rrinë në bloka. A ke ardhë vetun a i ardhë me dikën? A ke ardhë vetun a me dikën? Jo, me Salin Me e mu, morë. me mu. Sali është, Sali e keni? Burri, po, burri. A burri? Pa. A ke problem me burrin? Qa kam problem, po problem... Na problem për mas lumë Pe të kur e martu problem, kë problemi. Pa. Pe kur e martu, Problemi pe qashtë jam me ne. mësete, bile u dashtë mësitin me ta pru, sa e nuk e normal që më ka dhonë mu të kë. Ati ashtë në recept. Usha recept. Vese edhe që to pak edhe shkuva se doktor... Shkuva, hajt, po. Po të lodi. Pa shka jore. Po du me thonë, doktor. Egziston, se s'po mi me thonë për fjallës tame, për gojës tame. Që pi tamesh? Egziston... Treqet. Egziston që për Djalli, a në të kurt. Egziston. Politikane. Nëse egziston që pëthoj për të hinë në trup, a du të marrë të ti, a një me du të me shku të hoqja. Me të friju. Ja, du të marrë të unë, s'ka të bëj me A djallë. me thirë këforin, a me thirë këforin mi amor të furkin. A kom gjithë si pas teje. Jo, Jo, s'ka zëmë se që ekzistojnë, ja, Ha? absolutisht. Shka thënë dhe Këto bro, janë këshire vetëm- më si derni këtu, Këto janë një vetëm, pusë me po me kalu e si shka. këto janë vetëm mashtrime Po, të a? atyre të cilët përfitojnë. Pra. Duke keq përdor, mund të them lirisht edhe fenë Edhe thojnë diqysh. edhe librat fetare. Edhe thojnë ti qysh më shtej kalon vit plot e Po, dhe zdita thojnë se- sene. Po, unë gjithçka ndëgjoj, po unë konsideroj që është vetëm humbje e kohës, edhe rritje më shumë e komplekseve. Bile nga njëherë këto çojnë edhe në konflikte edhe në vrasje në Kosovë, jam i sigurt për këtë. Ty të doktorin që to. Autosugjestioni, qka? Çfarë mendon? Për zuqes të njusit që paraqiten shpesh herë dhe tek ne, qa që kë zuqes të njusit. Mala kemi të fjallë. Sugjestioni. Suggestion. A po kupton? Po na ime ka bu në shumës. Po, na imi shumë. Po. Bindja ose ekziston vetë bindja kur ti e bind veten për diçka, ose Për shembull, po e bind veten që je smut. Po, Ose shembull, ka po e i nxon. dreqi, ka i shejtoni. Nëse Ai me turfork që po thot kjo. shamu penzom, nëse i thu vetit qyre sonde ko me shku në emision, edhe aty ko me pas dridhje trupit, se me Po. pas shqetësim, ajo definitivisht ka me ndodhë. Se ti e përgadit veten që me pas një reakcion ti. Edhe nëse thunë ka me shku në emision. Ose, për shembull që i ndëgjojnë te rastet kur punoj me fëmijë, nana thot para fëmijës thot, sa herë shkon në shkollë, këti i dhem koka. Ose si të shkon në shkollë, si të hinë mrena në shkollë, fëmiju t'i dhem barku. Po. Edhe fëmija, me qenë se ai që e shkakton suggestionin duhet me qenë një figurë që ka ndikim te Në këtë rast personi, që është në këtë nana, rast nana. Po. Edhe natyrisht edhe para me i thot, a dhem thot ty barku kur shkojsh në shkollë e ke orën e matematikës, thot po gjithë mam. Thom, a dhem thot që mami e din, a? Do me thonë për arsye Po. se personi që e shkakton suggestionin, Po. ose vetë suggestioni duhet me qenë një figurë e cila ka një ndikim në hipnotizimin ose ndryshimin e mendimit racional për momentin. A Pa kuptoj. janë se ne. E doktor ta që quhen Mos veti ke 40, qa me bo? komplikume. A kina i hap mjau hup që ata. Shumica e njerëzve, po, shumica e njerëzve nuk ka nevojë për hapa, nuk ka nevojë për mjesi. Ata kanë nevojë me shku me fol me dikën për i cili i kupton.
i analizojnë simptomet, problemet që i kanë dhe natyrisht që zgjidhen me një bisedë. Unë tani herë që të lo an foli vetë me veti gjithçka. E kjo është ndaj problemi? Nuk është ai mirë. Foli është ai mirë. Nuk është ai mirë. Pse? Se doktor? Qa duna me bo? Flas me kunatën jashtë, ta si telefon heq vetë, unë të lo an këtë. Po e farvaj lesit më shef kja se foli. Si e një vetën, nëse një vetën masanej mirë, kur fletet me veti edhe një nuk je i damshëm për tjerë, është në rregull. E kanë njëri kur tute që pëdes, çfarë që ke problem? Po ka shumë njerëz të cilët mos më thoni një numër i madh i pacientëve që vinë te unë që vinë për shkak të frikës nga vdekja. Shonë për vetë kanë herë fortuna. Është një frikë jo reale, e cila u avështirson njerëzve jetën. Pra shumë njerëz që i vizitojnë emergjencat për shkak të rrojeve shpeshta të zemrës, për shkak të shtrëngimit të ngjaks, për shkak të vështirësive në frymëmarrje, pirjes, duarve etj. Janë kryesisht kanë problem me frikën nga vdekja. Kur bisedoj me këta njerëz, më thonë është një bisedë shumë relaksuese me ta. Nganjëherë ja e bisedojmë edhe çka është vdekja. Shumë njerëz nuk e dinë se konceptin e vdekjes nuk e kuptojnë. Edhe ftaftë, po edhe nganjëherë kur ja u shpjegojmë, domethënë në bisedë se kur vdes njeriu, ka njerëz për shkakun që nuk kanë edhe shumë dije se si vdes njeriu, edhe në bisedë sipër natyrisht kur i klarifikojmë ose i sqarojmë këto gjëra. Si bateria e telefonit talshan edhe El Fatiha. Mirë, po ka raste që janë pak më serioze që kanë nevojë edhe për medikamente derisa nuk e të kalojnë këtë. Mirë doktor, edhe dy pyetje. Ço dy shumë. Shkurta. Ço dy. Ka qeset mirë edhe pse vjen qesja, di që them për qeset. Ka edhe njerëz, ka dalë njerëz. Që njerëz në një moment sa tutesh për një çanë aty. Bosh, ç'll bosh? Është. Ankthi ose friga është një reakcion që e shkakton që vjen nga çrregullimi i balansit. Çfarë balansi nuk e ke. Në momentin që ne jemi të kërcënuar në një farë forme ose për shkak të frikës që është e pavetëdijshme ose për shkak të frikës prej dikujt, seni i parë që reagon është shtrëngimi i muskujve ose reaksioni që quhet lufto ose ek. Ose kur i ekspozohesh në situate ku ti kërcënohesh me jetë, atëre është çaj fenomeni ku ne shtrëngohemi, ku na zgjerohen bebzat, ku shtrëngohen muskujt. Kja përmenet edhe te koncepti ankthi te Albert Camus atje. Po. E ka shqetu mirë. Ose ankthi, i cili nuk vjen për shkak të kërcënimit, po vjen për shkak të pjesës tonë që jemi të pavetëdijshëm se ato të Ankth Marina. A gjo Sali? A je mirë ti? Për ndryshe doktori, që ti nuk e din, ka studiu jashtë. E di. Aha, menon të që profesor e doktori nderuar. Po. O dasht sa më shumë me fut në për këto vend ato që ka nevojë. Po këta njerëz të mëdhenj nuk i lajnë. I qesin, i hupin, i ikun. Po ky vetë u gjin edhe rap, populli po vin, hop, i shnor san. A çashtu më shumë le më raj. Apo non si profesor dikon në universitet? Jo, s'punoj. Kom punuar deri në vitin 2010. Çka ndodhi? Ka të drejtë po dole. Ja, më sjetën. Zoti ju vro. Po çish qitet ky njeri bre. Po na vesh kurdesin tani u koni mall valla. Pusi mos, ju e keni qit këto, ju jeni mirë kesh për këto, se ky për veti perfekt është. Apo dënë me ditë? Çashtë. Sofia hajde se prite përgjigjen. Unë kam punuar në katedrën e psikiatrisë prej vitit 1990 gjatë tërë kohës okupimit, edhe pas luftës deri vitin 2010. Në 2010 ma kanë ndërprej kontratën mas 20 vjet përvojë me një arsyetim i cili nuk ka qenë shumë as njerëzor as profesional për faktin se përvoja ime klinike në psikiatri është më e madhe se sa disa tituj të cilë fitohen në Kosovë. Bravo. Bravo. Po shumë interesant mos ta shpejtoj kur kanë probleme vet. Çata njerëz të cilët në farë forme edhe më kanë largue, kur probleme personale se familjar pra vinte une për mu trajtu. Çka po ju bën? Apo trajtoj si i trajtoj si definitivisht. Ç'a ju kishe botë te fshava? Kam gji. A ju kishe hakmar? Çka kishe? Mi pa hapi është, kinej me kuçet mojt, kinej me të bardh. Çato e kisha vënë me pi. Edhe hap konkret i thoj. El Fatiha. El Fatiha. Doktor Flakupi Princës drejta. Doktor, tash seriozisht faleminderit shumë ishte nderë dhe kënaqësi që të kishim sonte në emision. E trajtuam një temë super të ndihshme. Bravo ju qoftë për punën që bëni. Definitivisht jeni si më thon profesioni më i shejt që duhet respektu dhe t'i ngritemi në kam gjithmonë në çdo kohë, në çdo moment. Kështu që edhe një herë shumë faleminderit që ishit prezant sonte në Odan. Ju faleminderit edhe juve, ju dëshiroj sukses të gjithë. Faleminderit shumë doktor. Faleminderit.
Miri Braha Fashion. Gjendemi tek rruga B, kati 2 në Prishtinë. Miri Braha Fashion. Bijuteria Bër. Tek ne mund t'i gjeni të gjitha aksesoret. Neve mund t'na gjeni në Prishtinë, Gjilan, Ferizaj, Prizren, Mitrovic, po do je dhe në Skenderaj. Me ne, dashuria vazhdon. Gjersa nuk ishte Iliria Deluxe, edhe dasma nuk ishte kuptim. Një dekorim modern, një ndriqim fantastik, kuzhinë evropiane me një staf profesional. Kjo është Iliria Deluxe Podujev. Se s'pi të thënë fjallët në Viber? Mu ka prisha e foni. Qka po pret? Shko bleje një të thita. Dekoti. Servisi. Më të reja. Aksesor. Vetëm tebe. Bobby Shop Fita. Bobby Shop Fita. Dyer gjermane, Tememi, modelet më të reja të dyerve. Të gjitha llojet e dyerve për dhoma dhe sallon. Dyer 100% rezistente ndaj gërvishjeve, si dhe të gjitha dyert sipas shijes suaj. Tememi. Magjistralja Prishtinë Mitrovic, kilometri i parë. Na kontaktoni në 045 300 888. Tememi, Prishtinë. Kamarier, Ne pasojnë me mesh edhe i sallat shope. mu ma bje një kombinim peskare edhe një tëratër. Një gullash me pire me copat mishit edhe një lëngë spis 5 pile. Me parmeny e kam përdorë të lirët mire dhe të shpejt, vinë me një herë. Qëre, gullashi vesh me ta falë, ma linë mos të kushkan. O, sa shpejt! O, sa mirë! O, sa lirë! None, unë gjithë ke punë. Për lihet të rasi! Restorant Freskia Istog afër burimit. Ofron meny të begatshme me ushqim tradicional, shërbim cilësor, ambient magjeps i rrethuar me gjelbrim dhe kënd i lojrave për fëmijë. Restorant Freskia Istog. Filloi loja shpërblyese, hap dhe fiton nga uji Alpe, prej 1 maj deri me 31 korrekt. Shikon në kapakët e ujit të Alpeve dhe bëll dhe ti fitues i shpërblimeve. 10 televizor, 5 iPhone 6, 2 skuter, 20 herë nga 100 euro, 30 herë nga 50 euro, 50 herë nga 20 euro, si dhe shumë shpërblime tjera. Uji Alpeve për shëndetin tuaj. Agribau, kompani e specializuar për mekanizmin bujqësor, vendi ku mund t'i gjeni pajisjet më bashkohore për bujqësi. Përfaqësues ekskluziv i brendeve të njohura botërore të traktorëve Tumosan, Landini dhe Dongfeng. Makineria më e re nga Sip Slovenia, Minos Agri, Alpler, Fimax, Maschio Gaspardo dhe shumë brende të tjera botërore. Teknologjia jon i jep jetë tokës suaj. Agribau. Restaurant Kristal. Vend atraktiv për të gjitha moshat. Gjendemi pranë shkollës fillore në Komoran. Restaurant Kristal. Ancora Ceramika në Prizren. Dizajni, cilësia,
eleganca, bukuria. Në Ancora Ceramika në Prizren. Salon ekskluziv i mobiljeve slovene dhe italiane, dyer gjermane si dhe shumë produkte tjera klasike dhe moderne. Mobilje ekskluzive me stil dhe dizajn inovativ. Adresa: Magjistralja Prishtinë Mitrovic, fshati Stanovs, Vushtre. Flori Dekor, zgjedhja juaj. Eja një pas meje, do t'ua prezentoj vendin ku dëshirat dhe ëndrat e juaja do të bëhen realitet. Unë jam gati, restoranin e gjeta, veç edhe princin po e pres. Restorant Berlini. Kompania për hapjen e puseve Obria Ferizaj bën shpoljen e puseve me gypa të betonit në gjerësi mbi 1 metër dhe thellësi deri në 44 metra. Obria gjendet në Magjistralen Ferizaj Prishtinë, 3 km përtej kryqëzimit të Lipjanit. Kompania Obria. Saloni i perdeve dhe tepihave Vali Komerc, i dëshmuar në tregun kosovar për cilësi dhe kualitet. Kemi ekskluzivitetin e brendit numër 1 në botë të perdeve Brilliant. Vali Komerc gjendet në objektin e ri prej 900 metra shkatëror, në rrugën 17 Shkurti në Skënderaj. 045 361 111. Vali Komerc. QMI Event, të gjitha në një vend. Organizojmë eventin tuaj, dasma dhe ahengje. Gëzimin tuaj familjar, lëreni në duar të sigurta. Meny të lloj-llojshme, salla me standarde evropiane. Ambienti ngrohtë dhe romantik. Incizim me pajisje televizive. Të gjitha në një vend. QMI Event. Edhe nëse mendoni se është vonë për të rezervuar, provojeni në 049 311 113. Përjeto festën me QMI Event. Të gjitha në një vend. Po jemi rikthy, Gane, si gjithmonë fillimet e tua të karrierës kanë qenë përveç si këngëtare shumë e famshme e suksesshme dhe me shumë bashkëpunime. Mundesh me na e veçu, ndoshta edhe me na i radhit ndër vite? Po, patjetër. Si zakonisht nisma aty që kemi pas gjithë, po do më thonë bashkëpunimet e para me grup ka qenë me Elitën 5, ka nga Gjimë Bone që ka qenë një eksperiencë shumë e mirë, kemi pas koncertet shumë të atë kohë. Mandej me Ilerët, vitet 94 deri 96 kemi qenë, definitivisht kemi sjellë këngë të mira dhe projekte të shumta me Ilerët. Mandej vazhdova vetë normal, kështu që ajo që unë e moj me qujtë edhe një eksperiencë shumë e mirë dhe një periudhë shumë e suksesshme për mu, për deri sa kom hi një jo zhandrë më të them se na i kemi posedu dhe populorën edhe zbavicën edhe gjitha, po eksperienca me Dars, ma me nejat shumë, ta ka qenë ajo që tash veç 4 vite po borën me probendin. Definitivisht më thonë që është periudha ma e mirë dhe ma suksesshme a imja, për deri sa unë po kam qasje me njerëz afer, po jam momentet e tyne ku pëndojnë gëzimin edhe na janë ma të mirën për ta që është edhe unë po jam pjesë e tyne, po është një knasi e veçantë. A e llogarit veten si këngëtare me fat, me që ti këndon në zhanre të ndryshme dhe nuk e ke fare problem? Po, faktikisht është aja me fat, se njejtë edhe ti posedon gjitha, kështu që mu i të them që na këngëtaret e para luftës, po ma mermenja që e kem fat, po edhe është dhun ti e Zotit, falimderit që munemi me i posedu. Kështu që mu i të them që kjo periudha tash, që kom hi me probendin do, është gjetë ganja atë amant të probendi se po
performohet edhe zbavitja, po performohet edhe house gjatë nejës, kështu që me të vërtet, te këta është e veçanta ajo dhe eksperienca jame, më të thëmë, ma e mira dhe besoj që bashkëpunimi veç kemi sjellë dhe projektet shumëta dhe me probendin se Qika e Tezës që ka qenë një kongë shumë e suksesshme, mandej Sheherlikën, e mos të thëmë për disa kongë që kanë qenë potpuri gjatë fund vitit. Atë kanë jap siguri më të madhe probendi bashkëpunimi me ta? Po, miri, është e vërtet që më ka dhonë siguri dhe pse. Siguri na kemi pas qësh... Sigurin e kemi me të lindor. Po, është ajo që kur jo me djemë faktikisht në skenë, definitivisht është një hiper siguri. Për diri sa i ki afer vetit disa djemë që janë shumë profesionista dhe janë ata që në çdo moment janë ata që të rinë nëse diçka mundet me ndodhë gjatë. A ka ndodhë në herë në një moment të caktuar, Ganja është ndje super e lodhur. Po. Edhe fizikisht, do me thanë. Dhe ke kërku ndihmën prej probendit, për shembull, ju këndoni më gjatë sepse unë sonte jam super e lodhur. Edhe kjo është e veçanta me ekipën, me grupin probend, që me të vërtet edhe me konë unë shumë e lodhën, nuk e kam atë mendim që unë ajo se unë e barën definitivist nuk e kam, e kanë probendi barën kryesore, kështu që unë të ta jam shumë e kanë cekë edhe djemë që e qërshia ambitort, kështu që vjen mirë që nuk... Po të majnë paradurve, po si ljule. Kanë për asret. Definitivist po, kështu që për mu mund të thamë që është knaqësi edhe ju falenderona shumë djemëve që me të vërtet mi kam punu krejt pjesë ato që do të one me kam prezentin darës me qa me këndu dhe qa me bo, se mund të them që ajo s'ka qenë e imja, po për deri sa mendimin e tyne veç janë arritë gjitha dhe definitivisht jam shumë e lumtur që jem të bashkëpunu dhe po na ispuna shumë mirë. Varet krejt prej kongës edhe çka po dënë me realizu. Dhe këtë Ganja e bën më smiri mon shumë. Faleminderit zemër. Gjithë shqiptarve të besimit musliman, urime Fitër Bajrami dhe në nduar frykitjet e juaja i ftoj Tuku Lukat me një pik humore. Na ka dol nusja e mire, o faman aman. Na ka dol nusja e mire, o faman aman. Përhaj o qëtë këm këtë shpije, o faman. Përhaj qëtë këm këtë shpije, o faman. O ti veç për Bajram më shë oj vjerë. Po veç për Bajram se në Ramazan të të më tur pa hongër buk, vetës për shumë për të shëty. Hajde që ti po e një herë? Po shpirtin e nëndë, apo ma plëtëj dëshirë? Unë e peshkuarës jam. Pa që në peshkatarës jam, për kur gjithë ma plëtëj dëshirë. Ule që atë, që të ma dëshirë posh, shpirtin e nëndë, kur gjithë sërë. Për që marën një ona djallë, hajtë për që marën, me jam marë nusën, tani nusë jam ja plëtëcu në nëzët një dëshirë. Që veshë i dimije e lek, e kër vidat të dyqurat, që ku po më zamrën. Unë e që sot u ushtru fitnes me bo trupin me shtindimi qka, njëtë se kam. Për që si nusës dhe që si resh, isha martu 100 herë, qka? Për me fshi televizore, për me flajta, e? Për që si vjerë edhe 100 herë isha bu, dhe që me nejta? Ja guhen që, ja guhen. Ja guhen që. Që si... Dhe më safire! O reja jam me mira, o të hosë zamen, o me që në të këmë se për të kalzoj drejt, për zotim ka po mu e ty e të ka qilve të hosë zamen, reja jam, hajtë. Për të dëkit nuse kjo. Në sy halki. Ka fëmije. Mirë që shete? Jam ti që shje. Për haj Bajrami. Haj pas ka shnese dhe ti të këf për haj. Falimderit Ylja. Falimderit. Dardone? Për haj Bajrami. Dardone. Për hajr, apo dën hajr paq? Për hajr. Për hajr, hajde. Hajr paq. Në ti për hajr unë thëm hajr paq? Për hajr Bajrami, Sofishe që si ka gjithë mirë. Falimderit që mërë. Unë nisin shpetone. Ja, pasha zoti Ylli, për të shpetami jemi së shëllë. A më në mërë të vesh. Me fat Bajrami. Edhe ti të këtë për hajr angës me qënësh. Si drima. E va diti që të lulla se për të thohen. Qka, biri di qka me pi?
Je, Safia, më snangëc. Bajram është diçka herë. Ja, mos e batë Pasha zoti diçka bajram. Kente hokat e lida të mida këna pina të shkyrë. Kush kje? Hoka lida mida. Ti merë bajromi kem pak. Shu se diçka po pim, se bajram është. Ani që Ani që shini? Mirë. Shë nëzoni bajrami. Valloj mu më kanë zonë heret, për i kreva Meltina heret, edhe nëzoni edhe ma vën. Ti vjetë që nëzoni bajrami. Ani vjetë që nëzoni ty, përveç ratë. A kanë zonë a i sa? E kanë zotë edhe vetë. Ani vjetë që nëzoni bajrami. Në ka kërë shpines tybe, se tybe nuk e dita... S'ka ke kon keq. Pojtash ujë. Katastrofë, valloj, të zëfime të srejtë se rrim spatu, në rrima dhe bahrami, më rak mi shti durët, shisha, mi kishtin tërte, qyqë ma boni. Mirë. Ma Vetë, të më rëndësimi shti durët i kun festa. Këtë e për, pa e më rak mi shtin qëllë. E i motra më ngu nesër, shkëri pak të mjeku se Ramazoni i pas kalon me të mjeta. Pas pënojnë të ditën e tretë. A ju, a? Ani dhe ku shkëni more në kërshë. E një se, a i përëq... Je pre më së batë e leosh, më së batë e leosh. Adetë që shë. Që unë jakë qëli të veç qafë tani që. Shpo pisi lajka. Atër për nënës rëz pje. Qështë? Qërë mërë si me s'me pas pare fukarek që le festanin gjisht. Di e be që me po që shtë të rejat për katë. Që të atone? A është e sëdit. Ka dalë mërë, o ti... Qaki mëj? Qysh me qaki që kuma derdhin festan? Festanin që kum dhe 13 euro. Një mëj... Kje? Kum këshirë me si qurë? E betë, më se batë modhe bërse e Që mardhën e këtu më lakë më batë shumë. Më se batë modhe, më stanin se... Ja për batë modhe vallohi. Edhe Gjermani më ndodhe që të sane i beti për nusja jote mi ka djerë që që kilat me unë zjetë. E sani këtë të të nusë, sta me kishe pëndu e të shka morë të të përtonë. A e këtë të përime të të. Aja ti ka djerë me unë zjetë ke me sëk. Nuk hiqe të sëki. Më se batë modhe për betë që e lojna. Për derume që tu ka djerë që kësë sëk. Pënë derume për. Ne pije pini në, kje mas pari nuk është katënar, kje është studian kje. Kje nuk meret në kësi fash të bokar veç hatër janë, për të kalë të i drejt. Qa për studian kje? Studian për dalalakin, që ka me studiu, në sëqysh me ta derë sëkin festan, 13 herët që këm di. Më falë ojtë e tja betë. Urda? Më falë. Që më falë? Më falë që ta derë dha. A ke dhonë rëmboken? E këmë dhonë. Ti, dardone se ti ka njëherë për një me, qërë ta filiohe shkejt. Falenderit shumë që kërkove falje pa të falje. Qështu është kultura? Qështë nuk po për nomi për ki qef mi dhonë zërë ki qef me. Valla jevi qka ka që këse kimi në makna që lië qëken se pasha 20 tak shakall këtuhen, ha? Ma dirë se o ken? I bete. A kene qitë na jamelsin për bajram, a kene bajram a ju... A për dëne melsin me ju për. Oj, nane më do ja me mësë bakare. Ja mësë bakare. Ti kushtirë. Hajë që kanë kështë, hajë që për dhe kina qitë ma shumë të luma, se pi hadjali fërë të luma. Për të lume kina qitë ravanit e smishte. Që shdur Sarajlia. Oj, nane, po vjetë daja rusht me bura me bu bajram. Bura që po kojë gjetën. Po vinë me bu bajram. Po kojë gjetën. Hajë ka lidhja për rinë. Po që të ka lidhja të adin, e logu shda qëfar qyqë, e ta me veç të pëngatina, në alët për. A muj me dollë, na i ka ma trup, ne mës në shkën burat. Ja me së të nësë në shuhin, bëjbim së në shuhin, që në kokni, ka më në me dollë. Qiknej, sa ta vinë në një. Po po të ardhja. A më në të një mi, thënë të shumë shërbim, hajtë mirë bashkë, së fi më zdilë që të se dhe flek të lakë, Gjusja jam, është me të bone, krecionet të hozame. Mirja, njëve, edhe mirë që atë më dhëmë soku, se festoni e të rëmë të evra, që shkojna, se me përdojnë me sonë të diskotek, u që henza jav, 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 u që henza jav. Për momentin jam këtu në mes të studios. Fillimisht do doja ta falenderoja studio salonin Selvete Vranjevc, po qka ka Agja Sali, veç një zot i madh e din. Agja Sali. Agja Sali. Agja Sali. Aj, gëmë. Qka ki? O, shkova, i gëmë. Qysh je, Agja Sali? Pa do me dik. Shkova. Që gjelja të më pritë stacion të autobusa. Pa thët hajde edhe një se shkum. Me kam përfën e qyqe.
Me gjelin. A i në shok me gjelin a bënit fala. Që, oj Sofi, oj gruja jam. Ha? Po zota na ma pa halal. Se nashta na herë të kom në rrydhe, së të kom në rrydhe fart veç. Vallahi, qa kima e bërë shumë është më hajkore. Se nuk des njëri ka shkalla, jej, palu. Ja, valla, kësiovi kom vendos. Ha? Kom vendos me... Qar vendos ti me për më shumë shërë dhe het. Po mërzitet vetja që është pashka janë. Ja, va më mërzitet teq, valla, se dhe kënej sans pëllen. Allah, ile Sofi. Api me rathan djep bemi, se du m'ja ullon ka jamanet. Që jamanet me penzion 70 euro, hes me më shumë shërda, ti s'ki poras për një gjysë amaneti, për mblen amanete. O është zotën mos baj gore për bimi t'jem se du m'julon amanet. Nuk moj me ti pru djelë se jenë në dashën të kënue, nuk mërën m'ja prish dashën me njerit se pëdes ti. Lemi amanetet mu, kur vini të m'djem, oga që të amanete kryni. O valloj, pa mi pru djemt, nuk ka me dek kur. Bobo dol, fuje gjelit letë merë, e që të në gjelit letë vjen lje amanetet të në. O thiri se s'pas ka ven autobusa dhe një të maru mu. Sale, nuk je për dek, se ata që desin, aj që përman deken, aj kur nuk des, ata që se përmanin, raptat. Kom vendos definitivisht ja sëtja kur. Jo, ti veç aj ki kushtet me dek se pa ti thirë djelë tyben e lo. Leu na të Shuj se ting, që në keni se ndarës. Ahini. Adhe! Ti piskecione s'kam nevoj se në qëtësijem. Adhe, hej, baba për dhe me dek, që për i kryuhet valohi. Baba për dhe me dek e për i thirë dhe amanete. Ku i lozi? U hi gazela? E tëni? Tëni në hasha? Ani që hejtu po ti pro? Për mërë bakshish? Ani meri hajdi se baba për len amanete për dhe se përshkën, tha baba. Për dhe me dek, vëlla. Hesi, djolja mu së vanën i lëshën e DJ e kuptojnë edhe tatash. Thuj baba për në ades, futja DJ u që Hamza, thuj se baba sërjes, thuj kjo është koncentruat, thuj kur dërë me dek baba për 5 minuta ades. Qashtë, hajdi djem, qao. Qa thanë? Që qëtash për vinë, shuj. Shuj se qëtash për vinë. A kish vledh bakshish, aj? Për mire bakshishi, i lozi, tha hinë cepë kënën. Me shka hidi? Me shkall. Që erdhen djetë. Hajde djoljan, hajde. O, baba shkaj, ama ba halal djall, jam 8 metë. O, so heronis këj me shku o këstu i për heqët tina se valloj sensko. Po këj dëm filmat turk e ka qef dhe qysh, e qështu me bo ma interesant. Mirë të koka, mirë. Ja, qysh nuk ka kërë ma mirë të konë. Kusha? Allah, kusha? E ndëruar, jam të dek, as me dek s'po mleni. Qa? Qysh? Pasha zotën, as me dek nuk leni ju, hode. U që baba. Sali? U që edhe nona. U që baba, u që nana, u që krejt mahala. Baba nana, edhe pali doj me nda djali. U që baba, u që nana, u që krejt mahala. Baba nana, edhe pali doj me nda djali. Haj tu qëllë tera Na ke thirë, po mos me unë korite Po pesa shumë, o je hargjite Naldo! Unë të dek e ju t'ja krizdojës të kënu Pse ashtu? Unë jam të shkudej në bank, me kry një kredit, mos ka bëni u ma që u venit, qështu leni, se këtë këthejna du me pravu me dek edhe një herë ma mirë. Ka me dek! Ka me dek! O, Sali, vjell kanë me shkue. Vjell kanë me shkue, nga mua, këthe mu së bëtë. Ka me dek, definitiv. Esi mërë dek, po djem. A qa Sali? Mos e ka me bëdo. O, Sali! I vendës! O, Sali! O, ti, Zemër krejtve, je bo një farpike Mendje madhe, je moj sheherlike Dile mirë që s'jam u shfarë të qike E vërtet
qik mos qik kënu. Hajme dhe qka po një ka njeri, duhet vëldash api prej sheqeri. Ndash shehe, ndash ka du, oj ti qik mos qik kënu. Hajme dhe qka po një ka njeri, duhet vëldash api prej sheqeri. Ndash shehe, ndash ka du, oj ti qik mos qik kënu. Hajme dhe qka po një ka njeri, duhet vëldash api prej sheqeri. Ndash shehe, ndash ka du, oj ti qik mos qik kënu. Hajme dhe qka po një ka njeri, duhet vëldash api prej sheqeri. Ishte kjo e tëra, flani mirë, ndroni bukur, zoni në pace, natën e mirë. Ne kemi kaluar në momente promocionale. Labicom, Prishtinë, ndërtime banesash të nivelit më të lartë, standarde evropiane. Labicom, Prishtinë. Si në Gjermani, si në Amerikë, ma lirë e ma qirë haro, edhe për të kalzaj. Aty, si aty teshat, i qetë, si aty muti e shpet nuk ho, për i kalzaj drejt, është e qetë, ta ho zamen, njëve zamen, ta ho vjetër 4 ore, se pa orë që aty më ta morë banesë tybe në la. Të shëfqetit, të Labicoma? Të Labicom. Banesën. Banesën. Labicom. Përshëndetje, unë jam Mirie Bra, për gjitha juve femrave ku do që t'jeni, urnoni tek saloni Mirie Bra Fashion. Nëse doni edhe numrin kontaktues 049 809 110, tek rruga B, Prishtinë. Zedh më të mirin që të bëhësh më i miri. 15 vite lider në cilësinë arsimore dhe inovacion, 17.000 studentë të regjistruar, 400 profesor, 220 universitete partnere, 20 laboratore shkencore me kampuset e inovacionit në Prishtinë, Lypjan dhe Ferizaj. Edukim cilësor, nivel botëror, vendi i parë në NASA dhe në robotik. Studimet master dhe për doktoratur mund t'i vazhdoni ku do në përbot, në Vjenë, në Londër, në Limerik e ku do tjetër. Zgjedhu më të mirin. Melodia PX, Prishtinë, kompania gjigante, me brendet më të njohura botërore. Giganti juaj, ndërmarrja më e madhe shqiptare. Ju aty e keni dhe e gjeni modën. Ku tjetër, tek Melodia PX. Sigurim fizik, individual, grupor, vëzhgim, vrejtim dhe bartje, e këtë bën vetëm kompania më e madhe sigurimit fizik në Kosovë, Besa Security, sepse e ka besën, ta je besën dhe mban besën. Autohom Prishtina, i specializuar për Seat, Shkod edhe Audi, me pranor arsim sfishten, të gjitha mënyrat i bankja, për banke edhe bartjen e soj dhe gjdo lloj që i përket këtyre kjereve. Autohom Prishtina. Zjarë se po shkoj pi Pleqnisa nuk di viq u kolla eshti. Uj i Alpeve e ka pushtu botën. Këtë uj ta bje boban për 1200 metra vlarësi. I vetëmi uj i burimeve natyrore i patrajtuar kimikisht. Uj i Alpeve gjendet me fabrikë të mirë, fabrikë moderne dhe fabrikën më të poshtën në rajon. Uj i Alpeve! Ha! Hajde nusë reja jame, këm me dash si qiken teme. Ndash me dash si qiken tone, dhëtë me shku e të Selveti me të nëresh nusën se krejta nëresh si qiken. Selvetja Vranjevs. Metalbao Vranjevs bën gjilindera shfare dush. Dhe që apti përësin, a gjilindera ti bën shtë gjarë për bashkë. Jeve që në Kosovë, për jashtë Kosove. Metalbao Vranjevs, të besi. Nemi dyrë Gjermone, ka thona i mëshmi, gjithë kënë bënë kaniderë. Tash nuk i nevoj, se të me mi krije krejt dyrë.
mëse hëp rastin, shka të memi katin e por, katin e dytë, katin e tretë, që s'ki maninaj, për që që dalin bëllë. Ka dyrë, s'ka dush, krej Gjermane nuk bojnë njët, për të mira. Titit, atë saloni Alberti, apo dhe kërtë mirë, ti këller, apo dhe kërë me të mokë, kejtë farmat mrapa. Ku me shkue? Për zotit vrap. Po të ato salon Alberti e qyqe, i ki lirë dhe të mirë, edhe full ta mushin naft të veshti me herë. Kuku na jem! Urna! O ku morë preze, visre! Edhe jem nolë drejt rentaker. King Rentacar, po? Qaton, King Rentaker, na jem e ku morë 19.99. Hesh ma shtrajt asë mëri, kiri fin që i rina jem, i lam, na jem. Edhe shfate problema, shfate nevoj, për asë gjë tjetër. Kur gjë tjetër, heq. Makina Fringot reja. Fringot reja. Vetëm për 19.99 cent. Ma lirë, të shirë. Të siguruara full kasko. Full kasko. Në King Rentacar. Rentacar. Dhe dyër tuaja të lumëturis hapen dhe mbyllën tek Behari Dors, dyër moderne. Behari Dors. Ku po shkoni ju që një vesh kaq bukur, hajtë kalzanëm. Na po shkojna në vend bukur që quhet Iliria Deluxe. E për me shku aty do të mu vesh bukur. Çështo se na. Sepse Iliria Deluxe është qaqe bukur, sepse duhet të veshëm bukur të shkojmë në një vend të bukur. Iliria Deluxe po dujem. Mos ta shiqoni pse na vesh bukur, se na jena punëtor, po, punojna butësi, livrojna ora, mjellum kolomëq, mjellum grunë, korrum, gjithaj bëjna. Edhe na shtathuni pse nuk jenë zhyt ta dhe pse tamam po doken si shefa. Pse? Sepse me traktora të Agribaut nuk lodhesh. Nuk vetëm me traktora, po me të gjitha mjetet butësore të Agribaut, i cili gjitet në fushë Kosovë, ti gjithë do kërë si shef. Apo dani me poshtë një banjo gjizhlume, një banjo që kur t'hesh mos me dit me dollë, ma shumë të najtë në banjo së në salon. Apo dani, s'ka një prezrente ankora keramik, ku kunon far banjo, shfar keramikash, shfar mjetesh për banje, perfekt, për të alzoj drejt. Mos më këshër, nesu tash, nesu me mos më këshër da, ankora keramik. Qa bënë një mirë, mobileria Filori, Prishtin, Vështri, bashën standard. Shkon me kërëm koma aftë bës me shkatush, nalesh më bile sfare dush. Dashi merë që aty, dashi thunë falë, që ty nuk jem për vanin tam, a ka mëndësimi përësit. Po mos harrojnë, ata kanë edhe kuzhinë, kanë garnitura, tani dhënë ma gjumi, po bojnë edhe këse interjeri, dhe më thonë me dizajner dhe arkitekt perfekt. Po kam polirimve dhe për Amazon. Filori dhe kërë. Shbresmunet, kompania o bërja për ta qëtë ke ujtë ku dush, se për qëllë ke bunora, e pusa, gjithë shka, ta qëtë ujtë ku dush në për a bërë, e më dasha në ngurit fatë. Bravo, Bria. E ku gjindet? Gjindet në Ferizaj, magistralin Ferizaj, Prishtin. O bërja! Apo të një, mësë më ju njërë dritaret. Pse? Veshkën e të vali këmërë, gjithë një perdet, dritaret e juje njëhen si lëshka, si zoja. Qysh ku është? Qysh të thu, mire? Ku është? Skendera! Dhe mos harroni revistën tuaj tradicionale, më të madhën shqiptare, Kosovarja. Ju mund të lexoni online vetëm për €1.99, vetëm klikoni në www.kosovarjavizkës.com. Kosovarja juaj!